lagju dhe nuk ka një ndalim. A do të ketë një penalizim për përfaqësuesit e partive politike dhe si do të procedohet? Çfarë të them? Të them që ata nuk dëgjojnë. Më shumë se natyrisht ju doni të dini se çfarë mund të bëjë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në pikpamje të ligjit dhe të autoritetit që i ka dhënë Kodi Zgjedhor. Nuk mund të bëjmë shumë se sa kemi bërë dhe sa kemi thënë në lidhje me këtë çështje. Në eksperienca të tilla të ngjashme, me aq sa unë jam njohur në vendet e demokracive perëndimore, në fakt janë votuesit ata të cilët ta japin gjykimin dhe vlerësimin për çdo mënyrë të bërit fushat elektorale dhe do jo pak që ata e tregojnë se nëse herë çfarë ke bërë ka qenë apo nuk ka qenë e përshtatshme dhe ndonjëherë nuk është çështje institucionesh, se nuk është çështje sanksionimit përse X politikan e tha kështu apo e tha ndryshe diçka.